Vatra uron të gjithë shqiptarët gëzuar vitin 2026, të nderuar bashkombas, të dashur vëllezër motra Vatran, më lejoni në emër të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, gazetës Dielli në emrin tim personal e të familjes sime, shkruan Zoti Elmi Berisha, t'ju uroj gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit i jashtëzakonshëm për secilin prej jush, uroj me shpirt, keni shëndet, sukses, mirësi, begati, mbarësi në familje, punë, çdo angazhim profesional, daçi faqe bardhë në çdo betejë, sfide dhe suksesi, qoftë kur e fjala përpjekjeve të frushme për kombë dhe komunitet. Kam një urim special për bashkëpunëtorët e ngushtë, kryesinë e Këshillit e Vatrës, të mbar vatranët mirënjohje dhe respekt për punën tuaj të shkëlqyer, jeni krenari, forcë, motivim për të çuar përpara punët e mëdha kombëtare, shkruan Zoti Elmi Berisha në përshëndetjen e tij. Drita, shpirti, shpresa, begatia, gëzimi, lumturia dhe dashuria dhe bekimi i Perëndis mbretëroft në çdo vatër të familjeve të bekuara të nderuara shqiptare.